Ka thonë, kur ngrehen zonat në xhamia. Kur ngrehen zonat në xhamia, është dita kiametit ngatë. Unë ju lutem se këto fjalë që i fola tash, i fola masi që është tepruar çdo gjë më. Te dera të mëdha e xhamisë kur të hihet atje, çdo gjë e lidhme me dunjon jetë mrapa. Edhe nuk diskutohet asnjë fjalë tjetër përveç se asaj çka ke ardhur me ndëgju, edhe asaj çka ke ardhur me bë me punë, si namazi për shembull. Ju lutem që këta ta keni kujdes, kur jam këtu po e lidh edhe një tjetër pra me këta, e shkumja te vorrat as bani tradit shumë negative, që njerëzit të shku te vorrat për bisedojnë. Edhe aty janë shumë negative, pra në këtë kohë të cekë edhe ata. Në xhami mrenda, njëri prej juve mendon kështu. Thot unë nëse foli me këtë njerin që e kam ngat një fjalë cila ka s dhe sh. Snihet, unë i thash këtij, mos harroni se ajo është më keq se të çosh në kom të thuj diçka. Çosh kom e ngren dorën thuj kam më thonë një fjalë, pa fije problemi. 600 vet në xhami kanë s, 600 shkronja, me 600 shkronja a disa fjalë ndërtohen? 30 fjalë ka 20 shkronja. Është katastrofë. Ju lutem pra, këta as për ti, as për mua. Disiplina e muslimanëve në xhami nuk i ngjan as një disiplinës as një popullit në botë. Prej se të hishte dera deri dilesh s'kesh ka bisedon më ke ardh për ibadet. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah alina futuha al-arifin. Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Po vazhdojmë me ajetin 77 në suratul Nahl, inshallah sot jeni maxhan në xhami për shkak se nëse se keni hetu pse jeni maxhan, sot jeni maxhan në xhami se 250 vjet si keni mrenda. Qirr. Ato janë 8 veçarës. Xhamati 8 veçarës nuk kanë këtu. Të mëdhojt të shkollës janë mazdreket e shkolla. Dje ju tham këtu nesër si ju kemi këtu, njëri tha si mi këtu 100 apo imi në Taravia. Si kur të ishin, do të ishte edhe më mirë, ato janë lullet e tona, xhamati jonë çka po vjen. Na pa ato hitën rrim, unë sidomos si hoxh, hitën rrim pa ato. Kështu e kam jetën. Xhamati ndershëm po filloj me komentin e ajetit 77 në suratul Nahl. Allahu jalla jalaluhu wa jalla shanuhu thot: "Walillahi ghaibus samawati wal ard. Wama amru as-sa'ati illa kalamhil basar." أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. Tashti sot inshallah taala komentet e tona janë rreth ajetit 77 në lidhje me një mshaftësi apo më shumë mshaftësi të cilët i din Allahu xhalla xhelaluhu edhe as kush tjetër. Ka thonë: "Walillahi ghaibus samawati wal ard." Te Allahut janë mshaftësinat e gjërave që janë në qiell edhe mshaftësinat që janë në tokë. Këto janë të Allahu xhalla xhelaluhu. Edhe ma, as kushi këto nuk i din. Për çato që ka thonë Allahu si din as kushi janë shfjala. Disa prej këtive i ka radhit në Kur'anin e Kerim në para ajete. Një 5 prej këtive i ka radhit në surat Luqman mund fund surës, ati ku krijet surja. Ka thonë: "Inna Allaha indahu ilmus sa'a." Ditën e kiametit unë e di kur bëhet. Tash do të vjen këtu. "Wa yunazzilul ghaith." Kur bjen shi, sa bjen, kur fillon, kur ndalet, ka thonë Allah, unë e di këta. Wa ya'lamu ma fil arham. Unë e di çka ka në mitrën e nanës. Jo a ka femra moshkull. Sa është fjala ati? Unë e di çka ka, njëri të mirë, njëri të keq. A njëri ndershëm, ajo i ndershëm, a i ditur, ajo i ditur, prej palind. Wa ya'lamu wa ma tadri nafsun madha taksibu gada. Edhe kur kush, askush prej juve se din çka do të fiton nesër. Wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut. Edhe nuk din asnjëri prej juve se në cilin vend do të vdes. Këto kanë 5 gjëra në surat Luqman për të cilët Allahu thot vetëm unë i di. Në rregull, në ajetin ton këtu tha walillahi ghaibus samawati wal ard. Në qiell çka ka, edhe në tokë mshaftësina, tha Allahu vetëm unë i di. Nuk guxojmë ne muslimanët me kalu të verbër para shenjave të Allahu xhelle xhelalu me thonë kështu. Ja Kurani i Kerimi, sa është i thjesht edhe sa është paradoksal me fushën e veprimit njerëzit që veprojnë. Për shembull, thot njëri prej njerëzve, ai ka thonë unë i di mshaftat në tokë. Po edhe njëri po hin minier, po i nxjerr mshaftat. I nderuar xhamat,
Nuk është fjala për të msheftat që e ka në emrin minjer, për shkak se na kemi fol për xeharorët edhe xehat në fakultetin e xehtarisë në fillimin e Ramazanit, edhe kemi fol për ngjyrat ative. Allahu në Kur'anin e Kerim tha wa qita'un mutajawirat. Tha lloj cope, lloj pjese, lloj ngjyra të xeheve. Sa është para ti fjala? As që është fjala për sipërfaqe, gjërat që ndodhin mbi tokë. Po çka është fjala pra? Në tokë, msheftësitë e Allahut në tokë. Msheftësitë e Allahut në tokë janë ato. Po fillojmë prej qiell se qiella më ndershme pra. Prej ka ajo që është më ndershme te ajo që ka më pak nder. Të msheftat e Allahu xhelle xhelalu në qiell. A ke dëshirë me u bind më një herë se me të vërtet Allahu kur thot ti si din ato, ti me të vërtet si din? Për shpejti, sa me lajket Allahut banojnë në qiell? Se di, a u kri? Këta Allahu xhelle xhelalu e din. Mirë. Me një planet prej planetave të mëdha në hapsin. Sa atome dheut janë ati? Se dim, këta Allahu xhelle xhelalu e din. Çka është fjala Arshul Ala? A ke pa? Jo. Allahu xhelle xhelalu ata e din. Kursi, çka është? Allahu ata e din. Lauhul Mahfuz, çka është? Allahu xhelle xhelalu ata e din. Sa melaike rrethojnë xhenemin? Allahu ata e din. Sa melaike rrethojnë xhennetin? Allahu xhelle xhelalu ata e din. Gjerësitë e xhennetit për të mbrami njeri që do të hinë sa 10 herë kjo botë. Kush i din këto tha? Walillahi ghaibus samawati. Tha Allahu xhelle xhelalu msheftësitë e qiejve përpjet, unë i di tha. E vërtet. Tha wal ard, edhe msheftësitë e tokës. Kush janë ato? Një prej msheftësive të tokës je ti. Njëni prej msheftësive që ndodhin që janë në këtë tokë je ti. Ti thua tash, po na mshef jama, u shkajem këto. Në mesin e kejt katunis, s'mundesh me qenë msheft. Po, ti je në mesin e gjithë njerëzis dhe je një nga msheftësit e Allahu xhelle xhelaluhu ve xhelle shanu. Po si mundet kështu të jemu në një nga msheftësit e Allahut? Po mundet. E ke studiu vetën gjithsejt? Vetën e ke shtin në laboratori? E ke studiu gjithsejt vetën? E dini dashur ti se ajo që ka studiu medicina në organizmin tanë është vetëm 1 promil e milion promilave qera që kanë metë pa studiu. E din ti se medicina halase ka pa njerin kejt? E din ti se medicina madhështore, bashkohore e kësa i kohë që po jetojmë na, një pjesë tonën halase ka pa? E din shumë mirë se halakash ka me studiu për qelizën? Qeliza, e cila është me im të pjesë e trupit tanë që nuk do këtë me si, po duhet me fut mikroskop, e me rrit miliona herë, e pastaj me pa me një mënirë prej mënirave si shifët ajo atje, e ajo halas është studiu dhe në tërësien në skajet e fundit të asaj. E si ta studiojsh qelizën? E si ta studiojsh atë kur ajo është një qytet me 25 milion banor? E si ta studiojsh qelizën e ta shifësh madhnin e Allahun ta kur ati janë një 10.000 stacione policore a 3.000. Ati janë ministrit e punëve të mrenshme dhe të jashtme. Ati është politike a jashtme dhe mrenshme. Ati është mrenda parlamenti me njerëzit që mendojnë. Ati është dogana mrena. Ati janë autoshkollat që mësojnë me i vozit kerrat e ndryshme. Ati janë instruktorat që mësojnë njerëzit me dit me i majtë regullat e rrugës edhe trafikut. Kejtë këto unë që i ceka janë pak, janë zero në qelizën. Qelizë e ka im, në shka kam i thonë që të sen, usdi shka ti thonë asaj që të sen. Aja ka im një qelizë. Qka keme studiu për ata, si ta mrish ta dish kejti ata, ajo që vdesët e në gjallë qetrën me ka 23 kromozomet të cilët janë të njohura në medicin, e formohet qetre e re me 46, al nën 46 zban edhe mbi 46 nuk ban. Një vdes e len bijën e vetë për me vazhdu jetën, e kanë thonë mas shumë ti sistemi qelizor është aj cili vdesër edhe ngjallët me ti e për dit, e ti vazhdo jetën me ta i ngjallë një njeriut i cili ka dal rreth një lumit. Kështu thanë, e ka pa sot atë lumë me uj, nesër ka dal e ka pa prap, apo mas nesër ka dal e ka pa prap, për dit e ka pa me uj, pas një herë qatë uj. Tha kështu është puna jote, si njeri që shkon edhe vjen. Pra ti për dit o i dashur je qeter, ti nuk je a i gjejt mo. Tu nuk je i gjejt, po ti je një njeri
po qelizat e tua vdesin me miliarda në gjallën, qera të reja, e vazhdon jetën ti prap, Allahu Gjelle Gjelalu flet për ti e thot, likej la ja'al, wa minkum men yuraddu ila ardhal il umri, likej la ja'lame min ba'di ilmin shej'a, lindni dhe jetoni deri në shtyrjen e viteve të fundit, 90 përpjet, tha ju sjeli me një situatë që s'dini mo asgjë. Kështu Allahu tha në Kurani Kerim, ju shëndroj në fmi prap, kur t'i banin 100 vet, ju shëndroj në fmi, duhet me ju qu për dore të shpia, duhet me ju qitë për dore në borë për një punë prej punëve, këto do t'jeni ju, edhe nuk do t'dini pastaj, gjena që i keni dit nuk do t'i dini. A thu që ka thot, a pranon shkenca këta, a ja rajmi dhe. A shkojmë të deja shkencës pysim pra, a pranon shkenca se plaku ja nis me harru, e a i të ne bëhet fëmija, që? Hinë mrenda. A pranoni ju shkencëtarët këta? Ato thojnë më njëre, po, se sistemi qelizor, qelizat të cilët janë të angazhura me majt men, ato fillojnë me i dhonë funda saj mo. Ajo lama, ajo strufla, ajo qerdhja, ku i ke strahu gjonat kur ke qeni ri, kur ka vdek, ka dit, ka vdek me kejt elementet mrenda. Kinë se tash Allahu Gjelle Gjelalu, neve atë shumë në pas ka nderu, ati plakit ka dal, të esel kasetën e videos të vetëruar mo, me disa fishklima bile rreth ati vendit ku hin kasetën e video, po donë më najbo me dije se, po, jam dikun, ama s'po e di bashmir vetëm prej plunit që ka med në fund kasetës, dishka po shenot, ka shku mo. Kështu Allahu Gjelle Gjelalu tha, kjo asash një mshefësi prej mshefësive të Allahu Gjelle Gjelalu, tha walillahi gajbu s-samawati wal ardh. Wa ma amru s-saati illa ka lamhi l-basar. Kurse dita e gjikimit, tha Allahu Gjelle Gjelalu, është mshefësia imja. Kur ndodh ajo? Tha ajo ndodh, nuk po spjegojmë kur, po do të spjegojmë pse nuk po thojmë kur, po spjegojmë që tërsen. Tha ajo është e shpejt, me shpejt se mbyllja e sinit. Me shpejt se mbyllja e sinit tënd. Përsa e mbyll të sinin, jo përsa e mbyll edhe e hap. Përsa e mbyll vetëm sinin, është kri. Kështu do të ndodh dita e gjikimit i nderuar xhamot. Kështu do të ndodh dita e kiametit. Jo me ato që mendon ti se në armës parit prishet plemja, tonë më parit prishet ari, tonë të prishet shtëpia, tonë të bin krenat, tonë derdhët ajo, tonë ti shkon në Gjermani, mundosh me përmirësu ata, nuk do të ndodhin gjonat kështu sa i përket asaj. Tha wa ma amru s-saati illa ka lamhi l-basar. Tha sa mbyllët sini, ose vetëm sa hapët ai, jo të dijat. Tha ajo do të krijet. Pyetja e xhamotit tash e ka vendin. Pse më sheft? Pse mos ta dim datën? O i nderuar xhamot, unë argumentet që do t'i sjell, unë mendoj dhe jam i bindur se do të jenë shumë të logjikshme dhe të pashtishme mandej, pse njerëzive Allahu nuk ja bonit mundur me ditën e fundit të kësaj bote. Çka thoni ju? Unë mendoj se do të jem shumë i logjikshëm. Çka thoni ju për një gjallë i cili e ka kallë kerrin në borë dhe don me shku në fush, don me shku në Shkup, don me shku në Turki, don me shku në Gjermani, ka ardhur kanë një pushime dhe tash po don me shku. Edhe ja kemi vërtetu na se momentin e fundit e ka në Leskovc. Ajde tash, ja kemi vërtetu, po e din ardhmërin ki po e din. Se shka do ndodhe? Si do t'jetë qashtja? Andezët ki kja rrathu. Ki kërë nuk ndezët, i dashur. Ki kërë nuk ndezët, ki gjallë nuk hip në atë kërë. E kjo shka e ka kuptimin pra? Kjo e ka kuptimin. Po ta dishin generata par e njerëzijes, kur bëhet dita e kiametit, nuk do t'i kishin kallë kërrat atëherë. Kish kri kjo dunja më t'i shbitis. Këtu s'kishe ti edhe une mo. Se sa është mirë kjo punë. Nuk është në regull me dit. Pra në regull është mës me dit. E qka qenë ka dituria pra? Dituria në qenë ka, jo me i dit gjitha gjonat, po dituria në qenë ka njëna pjesë e asaj, disa gjona mos me i dit, në qenë kanë prej diturijës. Jo, mos fli. Mos fli me prit, kura thu shkenca do të në kalzojë se me të vërtet bo dita gjikimit. Ashtë prej diturijës që shkenca mos me dit këta, se Allahu e ndaloj për veti. Tha unë, që s'poja u paraqes juve fundin,
Unë që s'pëja paraqes datën e fundit juve, unë me këta tha Allahu për e seli rotën e cila e ka emnin dunja, rotën e cila e ka emnin jetë, tha për e seli. Për ndryshe, nëse doni me nalë sahatin, këshka i bani, veç batarije një ekni. A i nad ven nalët, më një herë. A i nad ven nalët, veç i thu njerit ti, njerit shnosh, gjali 26 veçar, 96 kilogram, bruskose gjiksin, me të ra për para bullit, me i ra për para hela që ban. Veç dil thuj, nesër ora 12, ama vërtetoja, 12 ora e jotja po krihet, a din kë e ke me hun për toke të shtim. Me hun për toke të shtrim, e ke vështir me teknobao me ngrejt prej toke mo. A ju ka rasti juve mjeku i pa ditur dë njëherë kur gabonaj se se ban me qëllim, edhe ja jep njëri një diagnoz prej diagnozave trishtushme, teri ta nëzërë shtekrar ata se kia diagnoz, a keni pa çfarë vujtje vuj njerëzit? I ka thonë njoni për shembull, mjeku njonit i ka thonë, ti, diagnoze jote, ashtë mos e lodhë mu kujtu, diagnoze jote e ka emnin karcinom. Qështu i ka thonaj? E ka kancer emnin. Edhe ki gjali ka shku mu kontrolu për mushknit, ka shku mu kontrolu se aftof. Kur na i ka thonë doktori ketë laf, a keni pa qatë gjallë prej këti momenti? Se a i mo ashtë qëtër, a keni pa se qiriu që shkrijet në bizjarë më njëherë? Kështu shkrijet pra, e masi shkrijet kështu edhe kjo kanë qenë ka e vërtet, me i pas thonë Allahu njerëzijës Kurani Kerim, dita e kiametit bëhet me datën 2000. E mirë burat nderuar pra, që ato që kanë qenë para 2000 vetëve nejse mo, po na që kemi ardhë dhe një vjetë, ta shtina kur dalmi me mel në pranverë, na kur dalmi me livrun në pranverë, a shprese ajo në është kejt edhe 6 muj pastaj. Qka i thu kësa i pune? Ku na qenë kënë njerëzit që trillojnë kësi trillime se pas kënë zbulu në përmet kometës, në përmet memetës, në përmet hametës, se dita kjo pososët mo me dimien kjo 2000 edhe u betesmo. O islam musliman, lirov nga rrencat edhe kompleksat edhe kompleksimet e rrencave, sa Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë, unë data, momenti i kësaj ashtë prej msheftësive të mija. E qka të baj pra? Sele që krekin e bunorit, ti sele, ti nëzeru i prej bunorit, se ashtu nuk të vetë kushi, si të botë sot, po si të botë mas 1 milion vetëve prap puna Allahuta. I dërguar i Allahut Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ummetin e vetë e ka mësu që 1500 vite, po i ka dhonë mësim shumë të ndërgjithshëm. A i tha, a ti po do me ditë për ditën e kiametit kur bëhet? Po dojmë me ditë, ja Rasulallah. Tha, unë të kalzoj kur bëhet pra. Unë tha tregoj kur bëhet. E tha, kur bëhet, ja Rasulallah? Tha, men kanet bjedihi shajara, fa juridu garsa, fa ukhbira anë lë kiamet e katë kamet faljagrisha. Kush e ka një pem ndorë dhe ja ka qilë gropën me mjell, tha, dhe është lajmru se dita e kiametit po bëhet sot, tha, leta mjelle. E pave kur bëhet dita kiametit? Ska me qitë. Tha, leta mjelle, tha ta. Që kja puna jote? Kështu mësusi i njerëzijës i mësoj njerëzit. A i mësusi për të cilin po orvatën njerëzit që ta shpallin një apkari, ta shpallin një filozof, ta shpallin një njeri diqëm, ta shpallin se kinse, edhe a i ka ditë punë karikashore, Muhamedi i këshua një menqëm, një men e pismen, ama i ditur me vla i menqëm, natyrisht e kish pas falë zotit menqëm. Ate Allahu natyrisht që e ka falët meqëm, ashe vërtet, po ati i ka folë Allahu në përmet vahjit, ja ka që Gjibrilin, wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha, a i s'ka folë prej hamen gjithas një herë përveç se Allahu që i tha thuaj. Tha kush e ka një pem, si të doni me ditën e kiametit me ditë kur bëhet, tha kush e ka një pem, ja ka qelë gropën me mjell, edhe e kanë lajmru se u bo, kjo botu sos, tha leta mjelle, se detira jota me mjell, detira jota me punu, detira jota është deri në momentin e fundit me mjell në këtë boti. Mos shkoll, mjell. Mjell se në këtë bot je i ardhën me mjell, nuk je i ardhën me shkull. Mos shkoll. Se e shkull mja, filozofia e shkull mos asë rënim. Kurse mjellja është zhvillim, është ndërtim, je i dërguam për me mjell. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Tha,
dita çështja e ditës gjykimit është si mbyllja e sinit. Ka folë Allahu në Kur'an një fjalë. Ka thonë au huwa aqrab, ose më afër se sa mbyllet sini, ose më shpejt se sa mbyllet sini. E mbyll sinin s'ka çel me mo, a kri çdo gjë, s'je mo. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, tha unë bëj çdo gjë me fuqinë time, edhe e posedoj atë fuqi. Kthehet Kurani i Kerimin e ajetin 78 me neve prapë nderuar i xhamat. Me çështjen e asaj që thash e emrin e ka jetë. Ajo që janë mundu filozofët, ato që janë mundu sociologët, ato që janë mundu ato njerëzit e embrionit, studiues të embrionit, janë mundu spermatologët, ku e di unë, me spjegu fjala jetë prej ka, ku fillon ajo, ku mbaron, çka është jetë këtej. Interesanta. Ne të mundohen, s'ka problem. Fusha është zati fushë studimi, studio sa të mujsh. Allahu në Kurani Kerim me një ajet me ditë thjesht, tha, keni dëshirë me di çka ajet? Çka është gjallënim, çka është jetë? Tha, jetë do me thonë një shi edhe një pjesë e dheut. Tha, jetë është një pikë e shiut dhe një pjesë e dheut edhe një bari i bim. E pastaj rritet në vesh that e merr frima. Tha, kjo jetë. كمثل ماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ثم أصبح هشيما تذروه الرياح. Tha një pikë shi, një pjesë tokë edhe një bari i gjelbërt, i verdhun, i tham e ka marr frima. Tha kjo ajet. E ti o njeri o filozof pra, se cilë njeri janë filozof. Me dashira filozofin në botë e kujna është. Kejt njerëzit janë filozofa, po filozofia me dashur, me pranueshmja, cila filozofia në botë? Me ju vetë tash për nam njoni kur ta ngren gishti kur thoi filozofia gjermane. Qetri kur thoi filozofia arabe, do të gabojshi trash në këtë përgjigje. Filozofia me dashur, ma pa leqe, ma pa njolla, me pastër, me bardh, me ndërgjegjshme në këtë botë është filozofia e fëmijëve, për fat. Ajo e fëmijëve. E ative 6 vjeçarve, 4 vjeçarve, 7 vjeçarve, e pastaj kur të bëhen 13 vjeçar, edhe ative zemë ju hum filozofia mo, se mblojnë me sherrët e ative që i kanë të shtëpia, zon me përzi mo, e mëson baba se kjo dardhat mira me këput, ai mo filozofia ka shku, kurse ai vogli, ai 6 vjeçari, ti a jep mollën ati, edhe ai tur me shku me da me atë 6 vjeçarin të shtëpia, që mi kallzu se ma dhan, jo me mbyll. Jo me mshe se më dhanë, po mi kalzu ati se më dhanë një mull. Ja, kjo është filozofia me dashur, me pranishme në botë, që s'ka më mbi këta. Ato qerat janë këtë thash, më thave, edhe e pata me vend, se pata me vend. Po këthejat Kurani Kerimi me ne. Thotë, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, la ta'lamuna shay'a. Tha juve ju kam nxjerr prej barkut nanës, nuk keni ditë gjë. E vërtet kuranore, s'ka me më hu. A ka lindi ditën dikusha? Jo, kështu thot populli. As kur s'ka lindi ditën. Allahu thot kështu, nuk thot populli. Populli e ka mësu para kursijës xhamijës këta. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Ju kemi sjell prej barkut nanës, nuk keni ditë gjë. Po pse ta sjell këtë ajet? Pse Allahu ta sjell këtë ajet në Kur'anin e Kerim kurse këta njerëzit natyrisht e din. E din këta vet ato se kur s'ka lindi ditën. Tha, na po e selim këta për diçka krejtësisht qëtër. Tha, la ta'lamuna shay'a, wa ja'ala lakumus sam'a, wal absara, wal af'ida, la'allakum tashkurun. Tha, na nuk po e selim këta jet me mësuti që ti, kur të lindësh prej nonës nuk din asgjë. Po e selim me atese, për atese, ti atëherë s'po din, e si po din tash. Kur po lind s'po din, e tash si po din pra. Ti tash po din në atë mënyrë që Allahu Gjelle Gjelalu vazhdojnë Kur'an dhe tha wa ja'ala lakumus sam'a, falas ti kam dhënë veshët me ndëgjua atë mësuesin që po të mëson, wal absara, falas ti kam dhënë sit me pa drasën e zez ku po shkruhet, me u bë njeri me u dhen, wal af'ida, ti kam dhënë një zemër falas e cila peshën tanë dhe organizmin tanë ta balë me vete atje ku ke dëshirë me shku. Unë fetarisht i spjegoj gjona, jo medicinalisht, zemra e merë gjakur e qënë krije, qënë të kom, të janë është realitet, aja bote që tërkuj. Po zemrën Allahu si e ka paraqit në Kur'an e paraqisim në gjallarët. E thonë, wal af'ida, edhe ju kam bë zemër.
Maqinë, motor, me u bajt prej një vendin qëtër vend. Ku me shku prej një vendin qëtër vend? Prej mësusit e në mësus. Prej tek i mësus të mësusi qëtër. Mësim mas mësimi, lënd mas lënde, shkollë pas shkolle, gdhendje pas gdhendje, deri të bash ti mobili mirë. Se për ndryshe dru je. Dru prej mali je. Shkon malsori vetëm e prapton lisin ven atje dhe aja është dru. Mirë po kur dale prej fabrikës mobiljeve, edhe atëherë është dru, po është dishka krejt qeter e për me ubati duhet me kaluna për maqina. Allahu Gjelle Gjelalu tha, mjetët briskat e maqinave, falti kam thonë, njëni briske ka emnin vesh. Qka tha hoxha sot? Qetri briske ka emnin si. Ka shkojmë shtisin a mësum këta, ka shkojmë me si. Qetra ka emnin zemër. Ka thonë, innel sama wal basara wal fuada kullu ulaike kana anhu mes'ula. E nesër keme ullë për këto tri gjona në karikën e zizë. Për të pyt, qka bone me atë vesh, pra, qka ndëgjëshe? Edhe qka ke bo me atë sin, qka ke shiqu? Edhe qka ke bo me atë zemër? Innel kalama la fil fuadi wa innama gjuila lisanu ala l fuadi delila. Fjala i dashur jam nuk e ka vendin gjoj. Fjallën që e ke folë ti prej se e ke lindë dhe deri tash, ato fjallë se ka në vendin ngoj këtu. Goja është telal, goja është buri, goja është buri kur gjoj që tërsen. Fjallët e ka në vendin në zemër. Tha innel kalama la fil fuadi. Këtu e ka në fjallët burimin. Ka thonë innama gjuila lisanu ala l fuadi delila. Gjuha është mjetë për me përcjellë shka ke mrenda. Kur kuj mësë më ashtro me i thonë, ta thash që këtë flaf pas se pata me zemër. Jo, e ke pas me bidisin e zemrës, e ke manifestu me gjuhë. Zemra është ai generatori, i cili lind rrimën në përmet turbinave në fundin e pendës, po gjuha është kjo lama këtu në gjami që në ban neve dritën. Ose në e ban dritë, ose në e ban terë nëse fikët. Me zemër, ketë me zemër, s'ka pa zemër, se burimi është atje. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida, man funha la'allakum tashkurun. Eventualisht, inshallah, mos po thoni ju tha Allahu në Kur'anin e Kerim, faleminder o rob të mi. Faleminder për njësi. Për njësi që i fala se ke, e për di. Faleminder për një vesh, e për di. 5.000 mark 60.000 mark, si pas dhe gjithë lëkit, një aparat i vogël, si të shordhosh me nun vesh këtu, me ndëgju me atati, e pastaj mush e ndro, në batarien, e ndro hek këtë batarin në qetrën. Hal! Ma ka paguj sigurimi, se paguj ti sigurimi, ja mora, ja nxera, se nxera. Kia Allahu Gjelle Gjelaluhu 100 vet me radhë. 950 vet Nuhin e ka shërbi pare mund. Leje që i shërben mirë, po i njef kejt katonar dimi da, pa i pa mësi. Marë pa që ati me emën, marë pa që ati me emën, marë pa që ati me emën, marë pa që me emën, kejt me emëna, pa fije problemi. Kategorizimi i mrendshemi i një instrumentit Allahu Gjelle Gjelalu, thuj me zemër, mës ban zhurë më gjami, thuj me zemër faleminder, për sinin, për hunën, për zemërën, qka të foli, ta shtim këto qera, ti mot, ti tani në vetë. Shenja të gjalla, shenja të trijeze, shenja në tavolin me ju këthi Allahu Gjelle Gjelalu e me t'ja bon Ramazanin di muj. Njonin farz të ati, qetrin në file tonin. O gjale lëkumus, elam jarau ila të tajri musakharatin fi gjaui sama, fa Allahu Gjelle Gjelaluhu, me këto si pra që ti dhash tash falas kështu, po du me të therë, me shiqu me një piktur, me shiqu me një salë të teatrit. O njeri, eja në teatr, eja shif skemën edhe skenografien e Allahu Gjelle Gjelalu tha. Atje kur qëkojsh në teatr, ti shiqon njerëzit i bojnë disa lëvizje, e teatri i qëndisur me loj qmosi, apo muzeumi, i qëndisur me loj golubi, me loj plumbi, me loj qafke, me loj qkamosi. Ka shku njeri jo në Stambol, shtimu u kriki problem, më herët pak. Ka shku njeri jo në Stambol, e anal para gurit, para gjamije Sultan Ahmedit, një guri i vum në 4 kombe, edhe ka alë këtu ka thonë, havatash ishte, një havatash, a që në Stambol.
Çka ish brej Havatash, Turqë Havatash Gurinajr. Havatash, Gurinajr. Që shishte brej Gurinajr, në hava, por rike. Por rike në havaj. Po bile, aj por rike në hava, po se po ja kishin nu një 4 pyka. Aj në ato pikat sa mos mu trishtu njerëzit. Sa mos mu trishtu insan se mene, fletron menja dhe bitisët. E kështu ja kishin shtiur funi atin, njerëzit mos dalin, qilesh mos dalin prej menve. O, mara vllavi jam i dashur. Që ato 4 kazanat që i ka i gurin në 4 skojët, njoni prej ative i ka 400 kg. E shkru me në statistikën ati. 4.600 kg. 50 gurë qasi i majnë vertikalisht më në tepër. Ju e dini se kikoci i dorës, që kikoci i kamës, apo i dorës, i kamës prej gunit të poshtë, 250 kg i ma, me majtë kështu e me varën ta. Kurse 800 kg i ma me janun në gu. Në e një gjohë 800 kg në gu, në e kamën të poshtë ama vertikal, më s'kira atë se nuk thehet. 800 kg, një koci joti që i kiti sat kashtës theknës një kocë në kam, 800 kg. O, bre, qish i kish vizatu, bre, i loj plumbi, loj qafka, ati keti vizatu më të rinat. Atë kalzejune, gjallit baba i qati gurit, ashtë me një qitet në gjip luksore ka emnin. Kja është 28 metra anon, aja 121 metra që. Aja një kulturë bizantive, i morin ato gurt i dhenin edhe i ngrejnë kom, pa fije problemi. Edhe i lanë ashtu. Ama njeri ton që njeri jo në dakik i le mend. Në dakik për një koq kurt hi me mend, del pa mend me një ven kudo kov, dikun e shafat gurin edhe jetë pa mend. Allahun Kurani Kerim tha, lej këto dorën e njerit, e ja me muë në teatrin tem, shiqosh ka bët thiri me shiqu. Tha, alam jarau, ila tajri musakharatin fi gjawu istema, as po shifni ju që ato shpenzët që në nguri, po mirë një prej ative një mësim, e këto gjallë, se s'po i shiqoni në hapsin pra që i plufluturujnë, me shumë qudina, me shumë mekame, me shumë art të fuqishëm, art i quditshëm. Plumbi art qeter, qafka artin vet, i sorra artin vet, i zogu artin vet, dëllëndishja artin e vet, në regull. Po lakurici, qka u bo puna ati? A i lakurici, qka u bo puna ati? Gjithë ditën i trukun, gjithë natën në tërë najrë. Kejtë po trukun, natën, veç a i po qohët natën. Qka? A i gjithë ditën i trukun, veç natën në fluturim e sipër. Ska si. Ju shka jini të të veçarës, shka jini këtu mrena, mësoni të shkolla se a i s'ka si fare. A i nuk ka si, me pa. E qka po të duhen si të natën. S'ka si, Allah e ka falë pa si. Pa i qish po shkon pra, bise pa si edhe natën, po shkon. A ki dëshirë me di qish po shkon a i pa si pra? A i ngush këtu në qaf, ka një instrument me reze shumë të quditshme. A i të hes me një dretimin ka anis, rrezët ati i tregojnë se ke trup për para. E lakon në anën qeter. Në anën qeter rrezët i lajmërojnë se ke qeter trup këton. E lakon në anën qeter. E ke pa ati fluturimin e ati si shash kejt cikcak se si pas rrezatimit të ati organit që ka në gush këtu, i lajmërojnë, i manifestojnë trupat ati për me laku udhën. Kështu jeton a i pasi. Allahu Gjelle Gjelalu tha, alam jarau, ila tajri musakharatin fi gjawu sema. Merni, studioni këto, qka janë këto fluturime ka shmdoj. Tha la ma yumsikuhunna illa rrahman, innehu bi kulli shay'in basir, në suratul Mulk. Tha nuk i mbaj nalë që tërkushi. Unë i mbaj, tha Allahu Gjelle Gjelaluhu. Jo, ka dalë. Ajri i ma. Ajde provoj pra ti. Edhe aj me kra dhe ti me kra. Aj kra që ka që ti kra 1 metre e 5 centimetra. Provoj. Kush i manë kur ti hapin krat, ajri, e kur ti mbillin krat, kush i ma, tha Allahu Gjelle Gjelalu, kur a i mbill krat, e ke pa i ndëruar se sa, i quditshëm edhe i lezetshëm, i këndshëm ash, a i që rrinë me një ven, vjen për me arën tone, edhe rrinë me një ven ati, a i rrinë, sa të të bon ti e zarar, se ka me tije, e ka me rëzkin e vet, e ka me ate që Allahu Gjelle Gjelalu ja ka da ati, a i mbi katunin tëna, që ka që i vogël, a i mbi kodrat e lartat e Alpeve dhe kodrat qera, a i ka në Afrikën e mesme, si shteti i Kenijës edhe disa vende, ka Tanzania atje, a i jeton
3 metre një në krah, edhe 3 metre qetrin, 6 metre gjithsej me bukurit e ti kur të hapët, a jeton në majën e gurit më të lartë a gje, 8 kilometra për rreth, gjdo gjo, deri të Kërcili i vogël, deri të Karkaleci i vogël, kur të luje në gjitha vendet, a e ka parasinsh edhe shef, ash a i pushteti ati në atë vend, a e sundon ati në atë vend, 300 kilometra me një shpejtësi, deri në 600 kilometra me një shpejtësi, fluturon asaj masati lepurit, që ka pa me një vend në shpatin qëtër, 7 kilometra larg, me 600 kilometra shpejtësi në orë, shkon me morë rëskin e vetaj, edhe me unal në kodrë, me kamin e vetë, me knatësit e vetë, me hongër, me fmit e vetë, në sofrën e bajramit të shpejtësive, edhe të mundësive të ati, që ja ka dhonë Allahu Gjelle Gjelaluhu Gjelle Shanu. E neve Allahu në ka therë, pra njerëz, ka thonë, shiqa ti, o ti që po i bjen, o ti njeri, o ti që po lavdrosh, o ti zavendës, 10 herë shatit me për toke, drejt në bishatit më një herë. O ti të këne fesë, o ti që je zonë në frim, shiqoj ato gjerë që s'pozien në frim as një herë, qëlisit, hapisit para këti teatrit bukur që krene Allahu Gjelle Gjelalu, për në thrat me Kurani Kerim, nuk jeni vetë, keni edhe për rreth, keni edhe për rreth. O ti që ke bo një mobil telefon me undegju me kejt njerëzit në botë, sa vonë e ke bo. Një Kërcili vogël me të fërkumën e kamëve, me të fërkumën e kamëve, 850 metra, a i Kërcili femër a që e ndegjon zhurmën e kamëve, a i ban para ti ashtu, po t'i s'ke as i veshi, 850 metre, a i femën e ndegjon a gje, edhe drejt për drejti me valet e reguluara nga krijusi, femna më njëherë vend të a i mashkulli ati, më njëherë në atë moment. Kur do të arrini këtë shkenca, thu? Kur do të arrini ju që kur ti fërkoni durt, drejt gruja t'jene me buk me sofër në sobë? Ti po e qelë gjomin, e po e qelë gjomin, e po viket, e po pisket, s'ka buk, e pas taj po pisket, sa me mujtë s'ka buk, të ne po del në borë. Po del në borë në tanë, një shnik. 15 me 15 o burri. E ku shkun be këto njerëz mos e di qa për të hongër? Kështu, ka që je modern pra që i po lavdrosh, një të fërku me komp, grujat prej 850 metreve të komp, më njëherë, qka ke nevoj? Kam nevoj për një Kërcil të vogël me mazon me hongër, më njëherë, na. Buka sofra hazër. Allahu në ka therë, ka thonë, inna Allah la jestahji, an jadribe methalem ma baudatën fama faukaha. Tha Allahu, nuk ngushtohem fare me i marë shembul të insektet e vogla në Kurani Kerim, edhe matë mëdhej se këto. Se ka përmen miskojën, edhe ka përmen elefantin Kurani Kerim. Të dit i ka përmen. Në të dit tha keni shije të besimit nëse dëni. Ma yumsikuhun illa Allahu, inne fi dhalike la ayatin li qaumin yu'minun. Tha këto janë shenja për besimtarët. Ato që s'besojnë, këto biseda për ato s'janë më rëndësi. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Tha ju kemi ba juve në shtëpit e juve, ta shti një atmosferë kuranoren me juve edhe disa momente edhe po e krim hemen, me disa momente edhe po e krim, edhe po e lom ajetin që nesër të vazhdoj inshallah, se s'ka mundësi këta ajet me spjegu, ki do një ders në veti. Tha wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Tha ju kam ba në shtëpit e juve unë ngrohtësi edhe qetësi. Ashtë fjala për shtëpit ku banojmë na. Këto i ka përmend Allahu në Kurani Kerim xhamat, edhe i ka thonë, në këtë shtëpi të juaja keni qetësi. Sakana, keni qetësi. Çka në kuptojmë na në fjalën qetësi në shtëpi? Do të thotë, në shtëpinë tënde je i mbrojtur sipas Kurani Kerimit. Çka do të thonë je i mbrojtur? S'ka me hi në shtëpinë tënde pa rrezilja. Kush na vjen te dera duhet me lajmëru ardhjen. Edhe vllau, na jemi të marrën vesh këtu të na shkojmë drejt, po nuk e kemi na me ven, jemi jashta kornizave islame në atë rast. Ose zilën, ose derën, ose trokitjen. Ka rregulla, do t'i spjegojmë inshallah në dersat e ardhshme, nëse na i po të rastis Ramazani unë sos, a unë s'kam bas një gjë këtu. Duhet me lajmëru. Pse? Ja thonë nëse, dëgjoj mirë, nëse njëri prej neve shkon në derën e qetrit, edhe hin drejt azim renda, ai atë shtëpi e ka bën invazion. Çka ka prish?
ai ka prish në atë shtëpi qetësinë e garantuar prej Allahu xhalla xhelaluhu xhalla shanu. Se fjala shtëpi do me thonë qetësi, qetësi familje. Në fjalën qetësi nën kuptojmë zanin e familjes edhe antarëve duke bisedu. Se di sa na kuptojnë njerëzit, po kjo është e shprehur në qartë në Kur'anin e Kerim, në fjalën sakan, në fjalën qetësi. Është qartë e manifestuar mirë ku thot qartë azise. Nëse antarët e familjes ngrejnë zonin kur të bisedojnë me njëri tjetrin, atë që Allahu në qetësinë Kur'ani i Kerim i ka thonë e kanë shkel. E kanë shkel. Kur përlahen shtëpisë, ka shtëpia përlahen njerëzit mrena, njerëzit e shtëpisë, jo të hujt. Njerëzit mrena përlahen ju deltimi. Merë vesh sa përlahen, ku i shit nin. Po nin ku i shit të përlahen. Vllaznit përlahen, unë se di pse përlahen vllaznit apo hala se kam të qartë. Kur ato janë të ditë të barabartë, kur ato kanë një prind, kur ato kanë më shumë se një prind, eventualisht, kur ato kanë një shtëpi, kur ato i kanë keq çka i kanë, edhe prap përlahen. Ti thu, po ka hi ati, që shtu thu? Ka hi ati dishka. Qatë dishka e në ki qef me a dit numrat e keret ati dishkas? Sa i ka? A i ka numrat ku? Edhe Gjermën shë. Ku anë komandovë këto të na? Shë, shejtane amrena. A i ka hi. E pse ka hi a i? Po kanë leju ato me hi. Ato ja kanë qelë ati udhën, se s'kan dit me umbrojnë shtëpinë e vetë, mës me lon me hi, mës me lon me hi të huj, shejtani a i huj, pse po len me hi ata thuj? A'udhu billahi, mine shejtani rajim me njes, a'udhu billahi mine shejtani rajim mramje, bismillahirrahmanirrahim mas gjdo pune, hec me abdes, a i korës he? Korës he a i? Ska mundësi se kalaja është mbyllën. Këtu, ta shti të më falni, pa qëtëre kemi me kri, unë jam i gatshëm me ju me nejt niftar, mas iftari, mirë po mos me u bona banal, ta shti këtu për krim këta jetë me këtë qeshtje në shpi, edhe qka ka se shumë pun ka ta nena, nesër inshallah do ta vazhdojmë, me kaqë sot duke lutë Allahu në gjelle gjelalu vë gjelle shanu, që të na zbrit mirësit e veta neve. Allahu të na banë që neve ajtë na donë dhe të na pranon, Ramazanin kabul inshallah, të smut të shëruar, të varfërit pasanik inshallah, edhe Allahu gjelle gjelalu e pruf me hajrë ditët që kanë met. Para se të dilni për gjami e kam një kërkes. Na kemi bon kështu që një dit prej ditave mërënda Ramazanit të pojmë disat holla, aqë sa keni mundësi me dhonë për zbutjen e qeshjes rrimës gjamiës, që po nëzemi për rrim nëzet, edhe po kalmi për rrim drit, sa të keni mundësi aqë me në ndihmu sot të zbutmi punën e qekit rrimës gjamiës, inshallah Allahu në ajab ma shumë edhe në ajab mi ma shumë. Me kaq pra, të ta qelmi qatë dritare që a gje, urnëni, kush sa ka mundësi.